Kursi i përgatitjes fizike të vitit 2023, i përgatitur nga Federata Shqiptare e Futbollit, është një kurs intensiv, i përbërë nga 4 javë. Ky është një kurs prej gati 85 orësh, ku marrin pjesë lektor të jashtëm dhe lektor të universiteteve të sporteve nga Tirana, Shkodra dhe fakultetet të tjera private, si që është Malim Baleti. Risia e këtij kursit, kemi pedagog nga jashtë, nga më të famshmit. Kjo është java e fundit që po përfundojmë. Kemi zhvillimin e provimeve që do të bëhet në fundjavë, ku secili nga kandidatët duhet të prezantojë një temë dhe të prezantojë një projekt të caktuar për përgatitjen fizike, për zhvillimin e performancës në sportin e futbollit. Kemi patur pedagog të famshëm nga Italia, ku kam punuar në shumë klube italiane të series A, po edhe në nivel botëror. Sot për shembull në leksion kishim përgatitjen Scanavino, përgatitje atletike ekipit kombëtar italiane. Dhe po kështu kemi patur Perondin, kemi patur Roberto Sasin, pedagogët më të minjohur në nivel botëror, mund të themi. Risia tjetër ka qenë përgatitjet atletik të licenciuar nga neve, ku kanë demonstruar dhe kanë prezantuar një tematik të tyre, pra nuk është një kurs vetëm ku flasin pedagogët dhe shkencëtarët, po edhe ku ne përgatitësit prezantojmë një temë dhe shpjegojmë njohuritë e fundit për sa i përket sportit futbollit. Këtë vit kemi një numër të pjesëmarrësve, 24 studentë. Këta studentë vijnë nga fusha të ndryshme, nga atletika, nga futbolli, ish futbollista, kemi arbitra që janë drejt përfundimit dhe duan të zhvillojnë këtë kapacitet dhe të përgatiten në botën e futbollit. Siç e dim shumë mirë neve, në rregulloren e këtij viti, Federata ka vënë me detyrim që të jetë prezent në stol, në stafi ekipeve të Superligës dhe kategorisë të parë, me detyrim një përgatitje atletik i licenciuar nga federata jonë. Pas javës të përfundimit të kursit, po rifillojmë menjëherë përgatitjen për kursin e radhës, ku do të merremi dhe me përgjithësimet dhe agjornimet e ekipeve dhe përgatitjet që janë në ekipet kombëtare dhe në ekipet e Superligës, dhe ju njoftojmë dhe ju lajmëron të jeni sa më të shumtë.